Dhe rrogën atje 2500 euro, edhe thash o zoti madh, edhe në ëndra nuk i kam parë 2500 euro. Përshëndetje miq të kanalit tim të YouTube-it. Kam vendosur të bëj për ju video, sidomos për infermierët, por edhe për pjesën tjetër jeni të mirëpritur të më ndiqni dhe të më bëni subscribe. Pasi do të kemi me vërtet shumë surpriza dhe do të mësoni me vërtet shumë gjëra në kanalin tim. Sidomos për ju që jeni akoma në fillimet tuaja ose sapo keni ardhur në Gjermani dhe keni ato vështirësitë që kam pasur edhe unë, pavarësisht se kemi ardhur edhe me nivelet e gjuhës të mjaftueshme për të përballur me punët këtu në Gjermani, me tematikat e ndryshme, me integrimin në punë etj etj. U kryen gjitha me sukses, pastaj ishte pjesa ku do aplikonin për vizën, do aplikonin për kontratat, ishte pastaj edhe momenti kur kemi folur në Skype, se normalisht më planova direkt kontratën e parë që më erdhi, duke qenë se isha dhe pa eksperiencë. E thash, okej, s'ka rëndësi, mjafton, pash dhe rrogën atje 2500 euro, edhe thash, o zoti madh, edhe në ëndra nuk i kam parë 2500 euro, rrogë mujore, se kështu i kisha marrë, kuptohet, i kisha marrë nga pak gjatë muajve të verës që punoja i mblidhja, por që nuk krahasoheshin, domethënë atë kohë 2500 euro në muaj, bruto, se nuk e dija që marrin ai shumë taksa. Edhe kjo është një problem në fakt sepse ne nuk informoheshim siç duhet, ta dinim se sa mbahet, sa nuk mbahet, sa do duhet, sa duhet, por që kaloi si situatë. E bëm dhe intervista, normalisht kisha shumë emocione, por që ishin shumë të mirë, shumë dashur, edhe nuk është se më bën shumë pyetje të vështira. Ne kaluam dhe të fazë, pastaj ishte viza, mora dhe vizën, për gjitha këto gjëra normalisht u kujdes kompania, edhe falenderoj shumë. Faltyre jam këtu dhe unë jam me vërtet një njeri që dikush më ka dhënë dorën, dikur unë sot e falenderoj, jo se ndoshta kam bërë ndonjë gjë të madhe, por kaq sa kam arritur, jam shumë falenderuese për gjithë mbështetjen që kam marrë nga të gjithë. Por në radhë parë falenderoj veten dhe dua veten time më shumë se asgjë në botë, sepse në rast se nuk do veten tënde, atëherë mos prit të doj askush dhe mos prit të mbështesi askush. Këtë gjë e kam mësuar me kalimin e kohës, edhe duke u rritur. Kështu, në rast se keni pyetur, mund të më komentoni poshtë, do përgjigjem pastaj tek videot e radhës. Ishte momenti që do vinim në Gjermani. Unë vendosa me patjetër në rast se do ta merrja licencën gjermane, do shkoja direkt te punëdhënësi, edhe pse nuk e di fare çfarë priste qysh tek. Mbaj mend vetëm kur kam marrë kontratën dhe kam parë vendin në Google Maps, kam qarë me lot. Kujtoj tani, o zoti i madh, do thoni ju pse ke qarë me lot. Kam qarë aq shumë sepse unë kam fobi gjerprind. Dhe vendi ku unë do shkoja, momenti që unë gjëja e parë që hap, domethënë në Maps, më dalin tabelat e gjerprimeve dhe dukesh që mos janë anakonda, jo si gjerprind normal, gjerprim fshati që kisha parë, edhe normalisht i kam frikë dhe ata. Dhe burri thoshte ç'a ke, tha shiko çfarë ka këtu, si mund të shkoj unë këtu, si të kaloj unë rrugën këtu. E shumë gjëra të tjera që i thosha, ndërkohë që ai mundoi më mas sqaronte nëse do ishte shumë do jetonte njëri atje, do kishim vdekur të gjithë. Historira të mëdha, mund bëja dramat e mia, nuk shkoj, do ta anulloj, nuk e di, nuk flija, nuk flija rehat, shikoja vetëm ëndra të çuditshme sa që po më duken në një moment më duket si në rregull. Oh my! Ata ishin normalisht të mbrojtur, edhe nuk ishim helm, jo. Kisha ç'a bëja pastaj, nuk e ndryshoja dot, edhe turpi botës, po ti thosha, nisi me zyshët në gjermanisht, të gjitha morën vesh normalisht, por që kaloj dhe këtë situatë, bëm praktikën në Tiranë, kemi bërë atë 2 javë, 2 javë pak, se jemi shumë mirë me memorien, edhe zyshën e falenderoj shumë zyshën e praktikës në Tiranë. Ka qenë një dashuri, është një dashuri akoma, shumë përkje për zyshat, 2 zyshat e mia që më kanë shoqëruar në këtë rrugtim. Edhe ja kemi kaluar shumë mirë, në praktikë në mundohen na shpjegonin të gjitha gjëra, kujdes këtë, kujdes atë, gabime, gjëra, bëni me njëri tjetrin,
ato shëmbuj të ndryshëm, bënim profilaksi të ndryshme, bënim dhe pjesën e terrorizmit normalisht na bën të pyetje dhe zysha, ose pse bëre këtë veprim të qeshura pa fund, normalisht humor, momente shumë të bukura. Edhe erdhi dita unë vendosa normalisht bashku me shoqen e ngurë, duke qenë se dhe ajo ishte marrë provimin, thash ok, të shkojmë të hedhim provimin e licencës. Edhe kemi mësuar aq shumë sa ndonjëherë the me vete ku e kam gjetur unë gjitha durim e gjitha forcë, sepse nga universiteti direkt normalisht ishte shumë për ne, përsa i përket gjua intensive, gati një vit, çdo ditë nga 2-3 orë, 4 orë, se mbaj mend mirë tani se sa orë bënin praktika, pastaj gjitha këto gjëra ndodhin njëra pas tjetrës dhe ishte shumë nga ana emocionale dhe nga ana psikologjike normalisht. Edhe vendosëm, i thash të shkojmë bashkë, edhe vetëm nuk e di, nuk e imagjinoja dot, domethënë të shkoj vetëm, pak të kisha mbështetur dikujt që njihja. Dhe vendosëm, takoheshim bashkë, përsërisnim bashkë. Dhe erdhi dita pastaj që do iknim. Mbaj mend që dilim shpesh për brava për të relaksuar pak, për bërë yoga, ndërkohë që shoqja bënte yoga, unë bëja gjoja se unë nuk di të bëj yoga. Meditime, gjëra kështu. Kam shumë dëshirë, po nuk arri dot. Edhe thoshin gjithmonë, e dini për çfarë do na marrim malli, vetëm për të detin, për mos folur për familjarët, për vendin, vetëm për të detin do na marrim malli, vetëm po presim tiknim, mendonin se kur vinim te ne do na presin kështu ja me tapetin e kuq, edhe do thoshin po shqyqy që erdhe moj. Them të drejtën, unë kam eksperiencë të mirë deri diku, por që fare dhe se si ti e përgatit veten. Thash, unë si shumë të tjerë, besoj që si unë dhe shumë tjerë besoj që e përgatisin veten, aty është shumë mirë dhe do shkosh për mirë, sepse emigrimi në këtë kohën kur kemi udhëtuar ne ka qenë normalisht shumë herë më mirë se sa më përpara, me ato vështirësitë e tyre. Jeni të më pritur të më ndiqni dhe të bëni subscribe.